vjet 2 sulme kibernetike ndaj institucioneve u regjistruan nga autoritetet shqiptare gjatë vitit që lan pas. Në Autoritetin Kombëtar të Sigurisë Kibernetike thonë se shumica e tyre kanë qenë të orkestruara nga shtete të caktuara dhe synimi ka qenë fshirja ose marrja e të dhënave. Ndodhemi në Autoritetin Kombëtar të Sigurisë Kibernetike dhe kjo është salla e monitorimit të gjitha shërbimeve publike online në Republikën e Shqipërisë. Pas marrjes së alertit në këtë sallë, problemi kalon në drejtorinë e analizës së incidenteve, duke ofruar më pas shërbim edhe në institucionet të cilat kanë bllokim të shërbimeve të tyre. Vetëm gjatë vitit kaluar, ky autoritet ka regjistruar 32 incidente kibernetike që nga bllokimi dhe fshirja e të dhënave deri në mohim të shërbimit. Për vitin 2024, incidentet me impakt të lartë janë diku tek 32. Aktualisht, po ashtu edhe në vitin 2024, ne jemi ndeshur me sulme shkatërruese si ransomware, të cilat janë enkriptimi i të dhënave, por edhe shpërblimi ndaj një vlere monetare të krahasuar në Bitcoin, sulme wiper që janë fshirja të dhënave, DDoS që janë mohimi i shërbimeve. Ne kemi implementuar teknikat më të avancuara që ndodhen edhe mbas shpinës time, që janë nga laboratori kombëtar i sigurisë kibernetike. Krahasuar me vitin 2023 kemi një ulje të sulmeve kibernetike dhe kjo sipas ekspertëve vjen për shkak të identifikimit të tyre që në fazën paraprake të tentativës. Raporti në 2024 është ulur relativisht ndjeshëm me 24%. Tentativat janë në rritje eksponenciale, ndeshemi me to dhe bëjmë pjesën e incident response siç njihet edhe në gjuhën tonë. Bëjmë të mundur investigimin e këtyre incidenteve në hapat fillestare të saj dhe mundohemi t'i bllokojmë. Mbi 75% e rasteve janë sulme të orkestruara shtetërore. Këto lloj sulmesh vijnë nga aktorë të sponsorizuar shtetëror, por edhe aktorë të sofistikuar siç një ndyrë Advanced Persistent Threats. Sipas drejtuesve të Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, shumica e sulmeve kanë pasur si qëllim ndërprerjen e shërbimeve dhe mbi ngarkesën e sistemeve për qytetarët apo punonjësit e një sistemi.